Raporti mes Gjesit dhe Eglit Takos në shtëpinë më të famshme në Shqipëri vazhdon të jetë i tensionuar, pavarësisht përpjekjeve të secilës palë për sqarim, sidomos nga ana e Gjesit. Së fundmi Gjesi është prerur i zhgënjur duke folur me vete dhe thënë se nuk e pranon fajin për situatën mes tyre. Jo, Egli Tako ka përfunduar. Ti me mua mos rri në lidhje për mos u kthe kundër. S'po të ka hije, me mbledh mua në faj për çdo gjë. Jo vallaj, tha ai ndërsa fliste me veten. Ai shtoi se ndjen se kur e gjithë barra po i hidhet atij, po m'duket se po m'len fajin komplet mua dhe më u kry çdo send, nuk ka zgjidhje tjetër. Mbetet për të parë se do të evoluojë ky raport në ditët e vijim, ndërsa nga ana tjetër, Gjesja ka bërë të qartë Eglit se kërkon thjesht për të sqaruar, jo për të pajtuar dhe për të vazhduar lidhjen, që me sa duket Egli ka hamendësuar se kanë ata. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.